Po bëhen gati një muaj që Kuvendi i Kosovës nuk po zhbllokohet nga ngërçi politik që e ka kapluar. Edhe në tentativën e 15 për konstituim nuk pati sukses krijimi i komisionit për votim të fshehtë. Seanca zgjati vetëm 5 minuta, duke vazhduar me skenarin e njëjtë të përsëritur tash e disa herë. Propozimi për formimin e komisionit për votim të fshehtë mori vetëm 56 vota për dhe 1 kundër. Seanca radhës është caktuar më 15 maj, këtë herë duke filluar nga ora 10:30. Ndërkaq presidenti Vjosa Osmani gjatë ditës së djeshme ka ftuar në një takim konsultativ liderët e partive kryesore në vend. Shumë prej partive janë përgjigjur pozitivisht këtij takimi, të thirrur nga presidentja. Sot para mediave Mimoza Kusari Lila ka thënë se lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti do t'i përgjigjet pozitivisht ftesës. Kryeministri Kurti, kryetari i lëvizjes vetëvendosje, ka marrë ftesën dhe besoj se përgjigjja është pozitive për pjesëmarrje në takim. Nënkuptohet që takimi ka të bëjë me konstituimin e kuvendit, për arsye se nuk mundet që zyrja e presidentes të përdoret, siç nuk është përdorur për marrëveshje politike, ato bëhen mes të grupeve politike ose partive politike. Por do diskutohet ky proces këtu që po dështon me mungesë pjesëmarrje në votim të një numri të konsiderueshëm të deputetëve dhe natyrisht për hapat tutje. Gjatë seancës së sotme u mbajt 1 minutë heshtje nga deputetët në nderim të Tahir dhe Nebi Mehës në përvjetorin e rënies së tyre.